Klubi i Lazios ka marrë vendimin sa i përket ardhmes së Arion Ibrahimović, sulmuesi shqiptar do jap lam të mirë mbardhekaldërve pasi nuk ja ka dalë të gjejë hapësira te skuadra italiane, ku ishte huazuar nga Bayern Munich. Në marrëveshjen mes ekipeve ishte edhe një klauzul për transferimin e tij përfundimtar te Lazio, por klubi italian ka vendosur të mos e aktivizojë atë për lojtarin e datëlindjes 2005 që monitorohet edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Sipas Il Messaggero, ai përfundon huazimin më 30 qershor dhe do të kthehet të jetë pjesë e Bayernit të Munichut, por edhe atje Ibrahimović nuk do të qëndrojë në urdhrat e Vincent Kompany pasi pritet që të huazohet përsëri në një tjetër klub. Ai kërkohet me ngulm nga një emër i njohur i futbollit botror, Miroslav Klose, i cili është në drejtimin e Nurembergut. Ish sulmuesi i cili mban rekordin e numrit më të madh të goleve të shënuar në Kupat e Botës, 16 të tillë, drejton Nurembergun me të cilin shpreson që këtë vit të kthehet në pretendent për ngjitje në Bundesliga. Ai ka piketuar Ibrahimovicin si një prej përforcimeve të mundshme dhe pritet të finalizojë huazimin nga Bayerni me të drejtë transferimi përfundimtar për sulmuesin shqiptar.